Përshëndetje. Jeni me emisionin Elson Riante. Edhe është epizoda e 4. Shpresoj që ju ka pëlqyer epizodi i kaluar. Kështu që në këtë epizod do të ketë surpriza edhe materiale të ndryshme. Që kjo java e fundit e muajit edhe fillimi i qershorit na shkon vesh të shkru punime seminarike, sepse fundi është stresi. Po besoj që jena të budi shka të mirë. Edhe kryesor jam që mos milon do punë që i kena për qershor, milon për shtator. Nejse, do punë i kena milon për shtator, po kryesor jam mos milon shumë punë sa i përket studimeve. Për ju që e dini apo nuk e dini, studioj master aktrem film dhe televizion, kështu që mastero ma shumë lëmtem për tema, për shembull që tash jam to e lëmtu muzika në film. E kom përgjithë një film edhe jam to e lëmtu filmi, muzikën e filmit. Që edhe truni së shkëllon heqë. Që qëndroni me neve, bye bye. Wow. Man fond më rritën banes, edhe pse nja 4 ditë kum nejt në shpej më knaq, im kanë të dërë shde për ata që më njekin në TikTok, edhe kum nejt me të shpis, kum nejt me nipin tem, edhe u kanë tepër interesant, edhe u kanë fan me kalu ko. Për ndryshe, kur kum ardhë 100 punë, jena ligjeratat e fundit janë këtë javë, edhe tu punu punimin seminarike, kështu që këtë javë kam e pas surpriza. Shpresoj që po kaloni mirë me emisionin Elson Riante. Jena në fillim të emisionit edhe çdo epizod po du me ju tregu çdo rutinë teme që e bëj. Ju kom tregu për shembull episodin e kaluar që që bëj një ice cafe, edhe tash po do më tregu që një herë në javë të bëj një trajtim të fytyrës, që nashta për shumë djemë thojnë po më muj me të paragjiku që me më mbajt pak fytyrën, po besoj që është e nevojshme, edhe se cili mashkull, për pas femna normal që e bojnë, edhe na meshkuj do të me e boni, sidomos na, për shembull aktorët, muzikantat, artistat, njerë që bojnë video për mu duk bukur, po du më tregu që spari e pastroj fytyrën me sapon, bekutan, sapon i bebave, për fytyrë të bebave. E di që edhe në TikTok po më shkruani që çto flok më kanë rrit, e di që më kanë rrit, kësmet ka më shkuar në Gjilan. E di që më kanë rrit, po pres me shku në Gjilan, edhe
Edhe mi prej flokt. Për ndryshe, qita që e bëj njëherë një javë, ama zakonisht çdo ditë e qes ka një vitamin C, çdo mëngjes pak, edhe për ndryshe përdori edhe qëtë Nivea. Nivea për djemë është baba. Do më thonë, për ftyrë, për dur, do më thonë, unë që ta e përdori është në ekstrem shumë e mirë, edhe tash më varet prej lëkurës njerit, ama për djemë, unë për veti që ta e përdori edhe është shumë e bukur. Vazhdojna me procesin e bërjes. Që kjo është pak, këto e kom blenë në Gjermani, edhe këto. Shumicën e produkteve, kur po shkon dikush në Gjermani, ose mama jem ose dikush, po i blej atje për shkak që më lirë mëre, valla se këto shtrejt. Po, këto shtrejt, po mdoket si i kanë rrit çmimet si me jetu në Zvicër na. Për shembull, do produkte shumë lirë edhe tesha për shembull. Kur kum shku atje, shumë të lira. Te na rroga 350 euro e çmimet të nalta. Po mdoket që sot janë qumë protesta për qëtë çështje. Pikërisht për qëtë çështje të rritjeve të çmimeve. Përbes nuk është normal, valla se ka familje që jetojnë me ndihma sociale edhe është problem me kry mujin. A edhe na që punojna nuk e ku pat me ra. Edhe na që punojna jo që e hekum najsen, po me krahasu me vitet e kalume është shumë ma letë. Unë s'kam as e shiriti si gjeste. S'mëjme, nuk e preferore, po mëj milan që shët flokt. Edhe më në mi pa në gjyren qësh po dokna se i palaqja. Kur tash këta qëtë mask e lojna nja 15 minuta, 20, ma shumë jo. Ose e fshina me pallon, ose e lojna. Kështu që faleminderit shumë, kjo ishte njëna prej rutinave të mia ditore, javore, thuaj se këto e bëj njëherë një javë. Kështu që sot kemi shumë sene të bukura me ju tregu, për ndryshe kam u taku me mësusën tem. Kështu që ndjekni intervistën me ta. E tani jem të shku tek Fakulteti i Arteve me taku mësusën tem, Ilire Vincën, e cila është aktore, edhe te Fakulteti i Arteve ka një provim me studentat e vet. Kemi me zhvillu një intervistë me ta, edhe një të nko me ndjek provimin e studentave. Kështu që hajni me mu. Mirë, për që shërë? Mos forit të më tutë për të më shkru, se e kom që asë një atë personin që e kam në fotoprofilit. Jo e njofta, Okej. Thash okej, mas pari janë inicialet tua, Në. Edhe thash, tash basa asaj inicialeve nuk mbrana në njëherë kush është tema.
sepse kënton në gjanë. Edhe mandej poshtë një foto që të dikuj që është i më shumë. E sulet kjo fotoja me inicialet, shumë inkognito, thash ky djali, shumë kreativ. Mos ka qenë rastisht studenti i një. Doli qashtu. E hapa e poshtë i tjerë dhe po të mirë pres sot për ata që përshkujt e tjerë. Faleminderit shumë, unë më ka bëu qejf shumë që ke pranuar me qenë pjesë e emisionit tim. Mas studimeve unë në fakt jam të e zhvillu një emision, është Elson Brillante, edhe paka shumë jetën tem, vlogun, njëtën ko, po du mi promovu kolekt me, e njëtën ko edhe mi falendru për shumë, unë të flenderoj shumë, se sot ku jam unë, është fol teje, sepse te ma ka dhënë mundësi me qenë pjesë e fakultetit më së pari edhe me rrugtu bashkë 4 vjetë me unë ndërtu si aktor. Që shie mas pari punë për të punë? Një shumë mirë mas pari me ndigju gjithë të fjali që i the sa po i the, të cilat po natyrisht më pëlqejnë edhe më mësojnë. Një prej virtyteve kryesore tuat janë që ti e gjithmonë shumë falenderus për të mirat që i ki, kjo ka pak ratësi se kush tjetë, ti din me i kërku e njerëzit nuk pritojnë edhe me ti donë. Si që me shumë knarësi. Faleminderit shumë. Qysh po kalon tash me studenta? Mirë shumë, nësë sot për shembull edhe 50 minuta, kemi me pa një problem të rritë parë, unë po vazhdoj me ciklin tim prej mësueseje, me prit edhe me përcjell, sot ka ardhur edhe gjenerata të tjera, Albanin e kom këtu 2 gjenerata të para, 3, po, kështu që sot është një lloj feste ku të gjitha gjeneratat e mia, ata që mundën dhe kanë kohë lirë, dhe ata që vinë, edhe prind, edhe komisionin, mbledhen për të pa për një kurorëzim të një viti akademik. E si dhe të kam një gjeneratën e re, mësysh, e di që e parë që glasë, edhe këta. Nuk do shtë me ta bëhet pyetje, veç përdu më pyet, sa është e vështirë më ka mësuese? Që sa vite e mësuese dhe sa është e vështirë me kanë? Ka njerë unë ju më kanë student edhe thesha sa njëma për po mësuese me në du. Në më dhët veta se cili që i në vetë, se cili atë kreativitetin e vetë, se për me është pak vështirë me i menagju sidomos të rritë artista edhe në atë fazën kur na vesh ndërtohemi si aktor. Sa është e vështirë si me la menagju dhe sa është e vështirë me ushtru detyrën e profesoreshës të aktrit? Po, paka shumë për mbledhjeve ti prej perspektivës së studentit, për shkak se në natyrën e punës tonë na bëhemi bashkë dhe punojmë bashkë 4 vjetë, në për vitit parë kur pranoheni deri në diplomim. Kështu që edhe për juve është një lloj cikli në të cilën e shihni edhe profesoreshën tuaj se si punon, janë 4 vjetë, si janë të vogla. Kështu që nuk po them që është punë e lehtë, por gjithashtu është edhe punë shumë e bukur. Edhe punët e vështira gjithmonë janë të bukura. Duhet me pas pasion, duhet me pas përgjegjësi, nuk bëhet kjo punë në mënyrë sipërfaqësore, dhe është i vetmi kusht elementar i kësaj pune për me pas sukses është me u besu njëri tjetrit, edhe me qenë i gatshëm, me i bë edhe i lirshëm me gabu, sepse ky është ambient ku ju rriteni. Por në të njëjtën kohë na mëson edhe neve që jemi rrit përpara në një farë mënyrë me qenë shok, koleg, edhe me kriju një lloj ambienti ku shkëmbehen idetë, ku kërkush kërkon nuk e gjykon, secili tjetrit i ndihmon. Edhe unë mendoj që kjo është ajo toka e plleshme me të cilën duhet me ndërtu. Kësaj i kam bërë rëndësi prej fillimit edhe më vjen mirë që gjithmonë studentat e mirëpresin këta. Nuk është shumë e vështirë prej një sistemi të arsimit të shkollës mesme, e di që nuk është shumë e lehtë, ku nxënësat janë në pjesë e një 30 nxënësve tjerë të klasës ndoshta, dhe njerëzit nuk kanë mundësi me shpreh vetveten mjaftueshëm, ndërkohë në fakultetin e arteve ata kanë të drejtë dhe inkurajohen me shpreh veten, me zgju pyetje, me diskutu, me qenë në duart sigurta që nuk kanë më të gjyku dhe përkundrazi me u inkuraju. Kështu që këto elemente që i përmenda për mua kanë një shtylla shumë të rëndësishme që duhet i ndërtoj, por ndryshe
puna merr kuptim tjetër edhe unë isha përveç profesionalisht unë ngrit isha edhe si njerëz. Nuk mund ta ndaj aspektin që ju edukoni edhe si njerëz, me shije, edhe në fund ditës nuk ka rëndësi, nuk du mja u dhonë unë atë shije, unë vetëm ja ushtroj rrugën, mundohem ju dhonë hapësirë mjaftueshme që ju me ardhë te zëri ju i vërtet. Mos me pas nevojë me as me imitu kërkend, as kërgjo, po thjesht me qenë në harmoni me ato që juve i pëlqen dhe ju preokupan. Nuk është e lehtë të thash, prej 97-ës për me si mësuese, si profesoresh, në 3 vitet e para kanë qenë si asistente, ma në vitin 2000 kom pranuar gjeneratën e poshtë, që biden në 27-ën. Po. Sa vjetë të? I kam 26 i bëri. 26 i bëri, pak ma shumë se të. Unë me rejtë profesoresh që para 4 viteve, mund ka beku zoti, me qenë pjesë e fakultetit të arteve, të pas parasysh, i falenderoj edhe kolektin mi, që kemi qenë tepër bashkëpunues si klasë, që çdo vështirësi që kena pas, çdo problem që kena pas, e kena zgjidhur edhe jena mundu minimum njëri tjetrit për me dalë një rezultat i mirë. Po, pandimën tonë na nuk kena mujt kur gjë me bë. E sa është që ky bashkëpunim tash tek këto gjeneratat e reja, te gjenerata e re që ka tash aktivi. Po natyrisht unë provoj dhe nuk dorëzohem kollaj për kësaj dëshirës time që me kriju një lloj komunikimi të shëndosh mes njerëzve. Arti nuk është individual, por fillon nga individualiteti dhe mandej bëhet kolektiv, dhe kur kemi disa individ me një hapësirë që e çmojnë kolektivitetin apo punën ekipore, aty ndodhin vetëm mrekulli. Kështu që për mua ky është një prej synimeve të mia kryesore. Se sa janë bashkëpunues, në fillim nuk janë shumë, se thash që po vin prej një edukate, vendi, klase, prej kulturave të ndryshme, shprehive të punës të ndryshme, dhe natyrisht ajo nuk ndodh për një ditë, duhet punë aty. Po dikun ka njëherë ndodh për shembull 4-5 muaj, 6, ndonjëherë ndodh 1 vit, po mbas atij viti gradualisht e shohë se sa është e çmueshme kjo gjë, edhe sa është pozitive për me qenë në klasë, sepse edhe orët e frimit janë 8 javë, kështu që këta kalojnë shumë kohë me njëri tjetrin. Po, shumicën e kohës se ka. Është mandej shumica e kohës, tjetër është se ajo klasë përcjell gjitha ligjëratat dhe jeni të detyruar me njëri tjetrin ushtru. Një gjë mos e shumë herë kena flet bashkë. Qartë, kështu që ai detyrim kur është me kënaqësi përcjell, atëherë nuk është detyrim obligim, edhe kjo puna jonë në ditës është pasion. Nuk është, nëse e quajmë punë, nuk e kena qëllim profesion. Çka kanë bërë sot student? Sot është programi vitit parë, kemi punu sot është pjesa e dytë e programit, domethënë janë cirku me klaunat. Që na se kena bërë se u kanë pandemi. E kena bërë të mbyllur. Po, veç mande ju kom ardhë dhe ju kom po në profesorin Luana të kohë dhe kom disa video në telefon dhe këshyri. Po, edhe unë e kom edhe fotografinë që kena po. Bashkë. Po, bashkë. Edhe që nuk pozoj shumë u përqallë. Po, të këshyri për larë. Po, këshyri për larë, nësë kena mujtë. Rëthana të saktuara e saktuar në vetrimi. Kështu që sot I kemi plan work, cirkun, edhe mande janë reklama edhe imitim. Me kaq mbyllet viti I parë dhe bën gati për vitin e dytë të skicat e karaktereve e mandjeve e personazhit. Përveç që I profesoresh, na dim që Luna dhe si aktore në teatr, çka më bën sot? Përpos që jep mësim? Po, momentalisht jam ende të luaj babaj. Sa po kanë përfundu reprizat e Macbethit para 4-5 ditëve, si disë haubon, po, të shtunën. Kam një projektri që nuk po e përmend tash, do ta lë një herë tjetër, që fillon në gusht. Kam diçka që fillon ajo do të jetë shfaqje teatrore. Kam edhe disa tjera, disa filma të shkurtë të cilat po pres premierën. Momentalisht është një film grek që e kom bo në Akademinë greke të filmit. Më ram duke të shfaq filmi.
Mirë, nuk është keq. Nuk është keq. Secili po jeni ashtu me projekte, me gjëra. Nuk është keq. Për fond, një mesazh ose një mesazh për trit që kanë dëshirë me studiuar film. Okej, mesazhi më i bukur që më ia udhon tridhve është me kërku edhe me identifiku çka dojmë prej jetës. Mos me nënçmu asnjë prej ëndrave që dikush tjetër mundet të qesh. Nëse dikush tjetër qesh me një ëndër të dikujt, problemi është ati që qesh e jo ati që ëndrar. Sot, ma shumë se çdo ditë, ma shumë se asnjëherë ma përpara kemi nevojë që ëndrat me i mbajtë gjallë. Le të provojmë, le të guxojmë. Ëndra është aty me që guxojmë. Ajo bëhet realitet. Kështu s'kam tjetër çka. Faleminderit shumë. Faleminderit ty që erdhe. Edhe shpresoj që ka të pëlqyer provimi, edhe shihemi pas provimit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shihemi suksese. Faleminderit. Shkof mirë. Faleminderit. Shumë e madhe për juve që i keni duru më shpejt edhe për mu që i kom duru më këto. Pa e gode. Sot do të shihni programin e vitit parë të aktrimit. Pjesa e parë është cirku që kom punu me klona, kemi me i parë. Mas asaj janë reklamat edhe imitimet. Provimi zgjat 1 orë 20 minuta. Shikim të këndshëm, telefonat mundoni me i majtës, e di që keni qef me gjiru. Mundoni mos me ju për një tjerve. Natyrisht edhe zive me i noj që mos me i shqetsu as këta, se ka nevoj dhe 4% drejtë. Merda! Larje për larje. Bira Pea.
Ku është aroma jote në zhramë të më gjallë? Ku është ngrohtësia jote? Po i mungon diçka? Për mu po vjen. Doni, qështë kjo aromë? Gjerës kafe, 2 në 1. Jo, 2 në 1, 3 në 1. Gjerës kafe, 3 në 1. Jepi Samit! Jepi më së kërit! Jepi 28 në 5 kanë mi! Jepi! Pije! Pije! Bravo, Kuk! Madonna! Hajde mo! Fal, Marzuti, ku këtë Jesus, sa kokerit. Hi, how are you? Fine, thank you. Që të dy Fal, a student more të me zonë rajnë nga fora. Hajde mrapa, hajde të mrapa, hajde. Hej, Madone, veç pa, hajde. Agencioni I vizave, shtini mund, katë mundesh. Ty të bërë! Tash kam të shku me falë gjumon. Për ndryshe, një rutinë javore, jam jashtë edhe me shku me falë gjumon. Fatkeqësisht po nuk po I fali 5 ku namaz, po të paktën një e njaftë është mirë me shku në gjumon. Mu, më ndihmon në ekstrem shumë. E një farë qëtësie, po një të në kohë, si muslimane kem obligim. Edhe ditë e gjuma është ditë feste, ditë e mirë. Kështu që, hajde me mu edhe me shku në xhamin e madhe. Falët në ka namaz, është I kot namaz. Nuk pranohen ato. Nuk kalon e mira me të keqen bashkë. Nuk shkojnë këto dy të bashkëdyzume njëra me tjetrën. Nëse këtë nuk e ljekum, pra nuk kemi bë asgjë në këtë jetë. Pas kësaj, rujtja e fesë dhe identitetit tënd. Çfarë do që jesh? A jesh shqiptar, a je turk, a je një angles apo gjerman, ajo është identiteti yti që Zoti Xhelle Xhelaluhu ta ka krijuar ty. Dhe nuk e ke sjellë ti, më qenë shqiptar dhe më jetu në Kosovë. Ka qenë caktimi Allahu Xhelle Xhelaluhu. Ti duhet ta mbrosh atë. Edhe gjuhën tënde, edhe llojin tënd, edhe fisin tënd, edhe prejardhjen tënde, edhe historinë tënde. Nëse don me kompletua atë që Allahu Xhelle Xhelaluhu ta ka krijuar ty në veten tënde. Sa po e kemi falë gjumon, po besoj që ju ka pëlqyer ky epizod I emisionit Elson Rriente, edhe tani në vazhdim ndjek në eksperiment social, do të thonë tapetun e koç prap.
Please! Please! Oh, thank you very much. Oh, there's a photo. Hi, Habibi! Hi. Hi. Well, I don't want to. Why? You better have a phone. Have a phone. Please. I'm not. I'm over there. Thank you. Hajde më provoj e pak. Se more? Thank you, thank you. Ink, gink. Thank you. Hi. Okay. Okay, I guess. Thank you. Thank you.